Premiera e shfaqjes për fëmijë Miq të Pyllit mbushi sallën e teatrit Migjeni paraditën e së shtunës me fëmijë dhe prindër. Loja plot energjia aktorëve, skenografia e gjallë dhe mesazhet edukative të pjesës teatrale, shkruar nga Diana Nenaj, u mirëpritën me dhura trokite të gjata, të qeshura dhe reagime të sinqerta nga të vegjëlit e jo vetëm. Shumë më pëlqeu djali. Atë ishte pak personazh të sharak. Fëmijët kanë shumë nevojë që të kenë më shumë shfaqje, më shumë argëtim dhe t'i edukojmë me kulturën dhe teatrin. Për realizuesit dhe aktorët e shfaqjes, momenti më emocionues erdhi pas përfundimit të saj, kur fëmijët vërshuan në skenë për t'i përgëzuar, fotografuar dhe përqafuar. Të japësh një shfaqje për këtë brez, sigurisht ta që diçka shumë e veçantë, sepse është një brez i cili do edukohet nesër me frymën e artit, kulturës, me teatrin, edhe kur shef që fëmijët qeshin edhe losin bashkë edhe me aktorët, atëherë këtu besoj që ja ke arrit qëllimit për të nxjerrë një shfaqje që është vërtet për fëmijë, sepse ne dona që me pa fytyrat lumtuna edhe fëmijët lumtur. Ne jam shumë mirë sepse publiku i fëmijëve është publiku më i sinqert, më i pastër edhe më i mirë në botë. Edhe kur i shoh reagimet e tyre tesh mas shfaqjes që vijnë rrokin puthin, e shoh që jo përveç se roli jem, por edhe ton shfaqjen tërësi ju ka pëlqyer dhe janë argëtuar shumë. Miq të Pyllit, një histori e bukur e rrëfyer përmes fantazisë së fëmijëve dhe botës së magjishme të Pyllit, do të rikthehet në skenë edhe paraditën e së dielës dhe do të vijojë edhe gjatë javës së ardhshme për nxënësit e shkollave të Shkodrës.